Një nga personazhet më të njohur edhe në media dhe qarqet politike është biznesmeni Ilir Shtufi, i cili del të i arrestuar, i ndaluar tashmë nga grekët, i cili del gjerësisht jo vetëm sot, del të Mali i Dajtit, cili unë kam patur në emision. Mali Tiranës, po thoni? Mali Tiranës, Po, tek ajo kulla e famshme. Po. Po, ne kemi folur para 2 vjetësh këtu në kujtohet dhe ka patur një reagim shumë problematik në atë kohë. Me një kolegun tim gazetar që kam patur atëherë reagim shumë të madh, bile reagim nga qarqet më të larta. Kemi bërë debat shumë të madh në lidhje me hetimin për atë kull. Sepse shpesh e përmendet si prestanome i djalit të njërit prej politikanëve më të rëndësishëm të vendit. Po nuk është një gjë fshetë, është aluduar shpesh për lidhje me Shkëlqen Berishën. Dhe këtu nuk po hedhim akuzë. Tani i takon hetimit ta zbark të çështje. Por që është përfolur lidhja Shtufit me Shkëlqen Berishën, sikurse Shtufi nga ana tjetër përflitet edhe në dosjen e Belinda Pallukut. Del po ashtu i lidhur me funksionarë të lartë dhe eksponent të Partisë Socialiste. Pra është një biznesmen që ka ngrënë gjitha anët, nuk është një biznesmen që doli nga asgjëja. Pra duhet jemi të ndershëm me opinionin publik. Të thash që ta sqarova shumë qartë çështjen e Shtufit, që ka pastruar sipas prokurorisë posaçme paratë e grupit të Artur alias Luciano Koçekut, i cili rezulton një nga degëzimet ose grupi i strukturuar kriminal krahas Alfredo Hamzait. Sa i përket lidhjeve politike, mua më del një herë tek dosja e Belinda Pallukut për një tender të paracaktuar për Unazën e Madhe dhe është folur për lidhje me Shkëlqen Berishën. Por në dosje këto 2 momente nuk përmenden. Tani, se çfarë është Shtufi, ai planifikonte me Artur Koçekun të investonte edhe në Palas, të Green Costi. Këtë duhet ta hetoj. Po s'ka paraja parti, s'ka asnjë gjë. Këtë duhet ta hetoj prokuroria, sepse ka një problem shumë të madh, zoti Rakipi. Paralelisht në Palas, se ne duhet jemi shumë qartë me publikun edhe me çfarë na ndjek. Në Palas kishte interesa. Po, shumë qartë. Në Palas një pjesë e pronave dyshohet që kanë qenë të falsifikuara. Dhe që sigurisht arkitekti i gjithë falsifikimit sipas prokurorisë është Artur Shehu. Dhe duhet ta Palasi bie sa zbret nga llogaraja deri në Mar. Po, aty është ndërtuar Green Costi pra. Rrugë të bardha, po. E gjitha kjo gjë që ke. Tani, jo e gjitha, se s'mund ta abuzojmë, po ka pjesë aty të pronës e cila ishte e falsifikuar. Dhe që ka një përmendje të emrit të biznesmenit Samir Mane. Se sa i përfshirë zoti Mane këtë heton prokuroria dhe nuk jam në gjendje ta them. Por fakti që personazhe të tillë si Artur Shehu, personazhe të tillë si Ilir Shtufi, personazhe të tillë si Alfredo Hamzai që është kreu ose njeriu qendror te dosja Shqiponja e Zezë në Belgjik, dhe Artur Koçeku nga ana tjetër që konsiderohet mjaft i rëndësishëm, kishin interes për të ndërtuar në këtë zonë, do të thotë që ndaj unë e konsiderova më herët si një nga dosjet më të rëndësishme sa i përket pastrimit të parave, sepse bëhet fjalë për zonat më ekskluzive në Tiranë dhe në jug të vendit. Kështu që në këtë aspekt, unë në fakt, Ilir Shtufi, biznesmeni Shtufi, e shikoj si njëri që ka patur fije të fshehta me pushtetin, edhe ka bërë shumë mirë pazaret për pastrimin e parave. Kështu e shikoj unë Ilir Shtufin. Sa objekte kanë Tiranë ky? Po janë 3, në mos gabohem, në këtë dosje flitet për 3 pallate. Që janë pallate shumëkatëshe. Kulla pra kulla. Ndërkohë që ai ka marrë lejen dhe personazhin e Tiranës. Është shumë katëshe. 2 janë pallate normale, 7 katëshe, 8 katëshe. Kjo është kulla më e madhe, kjo është 26 katëshe. Që sigurisht për 26 kate, ju e dini se sa para duhen. Dhe në logjik nuk është vetëm e sotmja, ata nuk kanë ku i çojnë para tjetër sepse rrezikojnë gjatë gjithë kohës në operacione policore. Shtufi ka mundësi të mos ekstradohet? Ja. Po Shtufi ka stile vajti në Greqi se nuk vajti për rastisht në... Që të mos ekstradohet? Po normale në... Ne nga Greqia kemi ekstraduar dhe me procedurë për shpejt. Unë mendoj që Shtufi do të ekstradohet, nuk ka asnjë mundësi. Nga Greqia, unë besoj, po t'ishte për qiku, edhe ky sota, po t'ishte kështu kishe përfunduar me nga Federata Ruse dhe s'ke shans ta merri ti në këtë kohë. Nuk shkon do të në Federatë Ruse ai se ashtu i ka hallet, po problemi është te rasti sota është, ai nuk e ka menduar kur që do të ketë një problem të tillë dhe është i vetmi që u gjet në banesën e tij. Ai edhe një person tjetër i cili ka dhënë atë kontratën me 30 milion lekë vjetra sa. Diku për plasët ajo. Ai po të kishte mend për tiku, s'kishte çonte lokacionin, jam te ky filan vend. Se në moment që ti çon lokacionin, që jam me Ylli Rakipin, ta vind kapin aty. Është ndryshe masa arrestit me burg në Shqipëri, që të rish në një paraburgim,
dhe ndryshe të rish në një arrest shtëpiak në Greqi, në pritje të ekstradimit. Burgji që ka Greqia, po... Jo, nuk do rrinë Mos burga i gaboj, Greqi, do rrinë arrest avokat shtëpiak. Gurali Brahimllari më shkruan. Përshëndetje thotë, apo mos e kam të vjetër unë. Today. Ka qa shkruve? Jo, e kam më përpara këtë. Kam përshtypjen po e lexon gabim zoti Rakipi. Përshëndetje thotë. Jo, mos është për Stalin, se i njef çështjet e Skajt, po. Se është gjyqtar, ish gjyqtari. I është gjyqtari krimeve të rënda. Bëhet si shoqërisë AGTCC që ka blerë dhe investon. Është bisedë e vjetër që lidhet me Artan Gaçi. Po më përshëndet dhe Kam sot. përshtypjen. Më përshëndet dhe sot ndaj. Po nuk ka rëndësi. Nga që më përshëndet dhe sot. Tani, vijojnë hetimet dhe apritet të zgjerohet listat ndaluarve. Lala. Unë mendoj që, po patjetër hetimet vijojnë dhe besoj që aty po, mund të ketë të tjerë persona që do të merren përgjegjësi Se penale. këtu nuk do mbarojnë personat, për shembull Pallati i Kongreseve. Pallati i Kongreseve tani po ndërtohet Jeri Samali Tirana. Adi Rama e paska kyçe nga Adi Rama. Jo, është edhe ai tjetër. Është vllai, e ngatron. Është edhe jo Rama. Jo, nuk është ai me Rama. Erioni që quhet Rama. Se kemi foton atë, jo, nuk e ke. Nuk e Tani do vijojnë thua ti, se doni po tani kjo nuk mbaron asnjëherë se tani u bë kjo e Pallatit në Kongreseve. Sa e lartë është ajo? 2 herë Samali Tirana. Ato se di. Kush e ka marrë ky? E ka Se marrë. di. Kush e ka marrë? E ka marrë Beshiri më duket. Beshiri. Kërkojnë ndjesë. Dini gjë për këtë po. Se shiko, Që tani po e largon fokusin nga ky emisioni që po flasim, po e janë largon. Unë po përse po e largojme? Jo, po e largon tani, po të qëndrojnë. Vazhdo zonjë. Atëre, në Çfarë ka mbetur? Çfarë të pengova ti unë? Vazhdo. Po pengove, a mund t'i po kalove te një leje sa po dhën. Kështu që do koha jo që ta diskutojmë për hetimin. Kjo është legjenda urbane, sepse po ato janë konsorciume që e marrin. Tani hetime të tjera. Ka fitu kompania arkitekture që ka thënë do A kemi hetime të tjera për financimin e kullave? Atëre, a mund t'i përgjigjem unë me një fjalim? Saj. Nëse nuk do të kemi, atëherë edhe ky hetim do paragjykohet. Po se disa janë ndërtuar 10 të janë miratuar tani. Nuk, kjo është... Se po janë këta 3 që nga një keq e vogël. Shio, më lejo të them që media, për 15 vite me radhë, i kërkon organeve të drejtësisë në këtë vend. Dhe të gjithë, jo vetëm media, po kushdo, kërkon vetëm një gjë. Të ndalohet paraja e pisët. Të ndalohet futja e tyre në biznesin e ndërtimit. Do me thëmë po ndalohet para e Dhe, e kuptoj unë atë. Por, kupton mirë. tani, jo, atë nuk e di unë se çfarë dëmi bën ekonomik, të se kuptoj. Por që, jo, ditë them vetëm që shqyqyr, që këta që shesin drogë, kanë vese, kanë kumarin, kanë prostitucionin. Se i prishin doli. Se në të kundër do na merrin frymën, do punonim ke televizionet e tyre. Pra, por Shqyqyr që kanë vese dhe shqyqyr që nuk bëhen do të lishëm. Se sa kërkojnë? Se ka një aty, do hapim televizion, jemi të paprekshëm, i thot ai. për te veprime hetimore që ka bërë gjithë të periudhë SPAK-u, duhet të thëmë prapë që baza e kësaj dosje janë përgjimet e SKJ-CC-s dhe veprimet e prokurorëve tuaja. Pra nuk është një punë, themi, direkte e SPAK-u, të nishur nga vetë SPAK-u, për të hetuar këtë fenomen që po ndodh në Shqipëri. Por materiali ka ardhur nga jashtë, ata kanë bërë pjesën e tyre të hetimit, por bazën e kanë pasur nga përgjimet. Po mos kishin përgjimet dhe dosjet belge. Andi, aty se shka për asnjë gram. Ne s'kemi kapës që ka kapë ta. Artur Sheu, që flitet në pjesën më të madhe dosje për trafikën droge, nuk akuzohet për trafik droge, sepse s'kan të provuar që ka bërë veprimin. Për këtë arsye po them, SKJ-CC-ja baza e hetimit. Nuk është veprim i nisur nga SPAK-u në Shqipëri, duke parë se fenomeni i ndërtimit është një fenomen i çuditshëm dhe është i anetemuar nga të gjithë personazhet. Po, s'është asnjë hetim kryesisht i filluar kryesisht. Fenomen i cili bën përshtypje dhe nuk është se ka nisur SPAK-u një hetim të mirëfillt brenda Shqipërisë. Ka pasur një bazë të dhënë nga jashtë.